Kandidatët e Magas triumfojnë në Arizona, fitore politike për Trumpin. Kandidatët e mbështetur nga lëvizja Maga shënuan një fitore të plotë në zgjedhjet paraprake republikane të Arizonës, duke konfirmuar ndikimin e fuqishëm të presidentit Trump i Partinë Republikane në këtë shtet vendimtar. Pas përfundimit të primarëve të 21 korrikut, vëmendja shvendoset në zgjedhjet e përgjithshme të nëntorit. Disa gara në Arizona pritet të ndikojnë në ekuilibrin e pushtetit në dhomën e përfaqësuesve dhe në drejtimin politik të shtetit. Kongresmeni Andy Biggs fitoi nominimin republikan për guvernator në rreth 72.7% të votave, duke mundur kolegun David Schwenkart. Biggs, një aleat i afërt i Trumpit dhe mbështetës i kundërshtimeve ndaj rezultatit të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020, do të përballet me guvernatoren demokrate Katie Hobbs. Warren Peterson, presidenti i Senatit të Arizonës, mposhti Rodney Glassman dhe do sfidojë prokurorin e përgjithshme demokrate Chris Mayes, ndërkohë Alex Kolodin fitoi nominimin për postin e sekretarit të shtetit dhe do përballet me demokratin Adrian Fontes. Ky post konsiderohet veçanërisht e rëndësishëm pasi mbikëqyr administrimin e zgjedhjeve. Në garat kongresiste avancuan gjithashtu Jay Feely, Eli Crane, Juan Cincomati, Abby Amade, Paul Gosar dhe Mark Lamb. Rezultatet përbëjnë një sukses të madh politik për Trumpin dhe tregojnë se temat e sigurisë kufitare, integriteti zgjedhor dhe politikave ekonomike Amerika e para vazhdojnë mobilizojnë bazën republikane.